Industria e bletarisë hyrë në një periudhë krize pas vdekjeve të pashpjegueshme të qindra miliona bletëve brenda 8 muajve. Për vite me radhë, Australia kishte mbetur një përjashtim. Kontinenti i vetëm i lirë nga paraziti që shkatroi popullatat e bletëve në mbar botën. Ndërsa bletarët në Europë dhe në Amerikë përballeshin me koloni që po shembeshin, Australia funksiononte si një mjedis i mbrojtur. Kjo ndryshoi në mesin e vitit 2022, kur Varroa destructor, një merimang parazitare mikroskopike, u zbulua për herë të parë. Zbulimi u bë më 22 qershor 2022 gjatë një inspektimi rutin në portin e Newcastle, në New South Wales. Paraziti me shumë gjas kishte hyrë më herët në vend, i transportuar nga një koloni e infektuar bletësh europiane pranë terminalit të anijeve. Brenda disa muajsh, ajo që filloi si një shqetësim lokal u zhdërua në një kërcënim kombëtar. Në nivel global, popullatat e bletëve tashmë ishin në presion për shkak të përdorimit të tepërt të pesticideve, humbjes së habitatit, ndryshimeve klimatike dhe parazitëve. Midis tyre, Varroa destructor është më shkatruesi. Përhapja e tij ka shkaktuar kolaps të gjerë të kolonive, rritje të kostove të plenimit dhe ka detyruar bletarët të mbështeten fuqishëm në trajtime kimike. Mungesa e këtij paraziti për një kohë të gjatë në Australi kishte ofruar një avantazh të madh, duke u lejuar bletarëve të operonin me kosto më të ulta, me më pak mbetje kimike dhe me më pak presion rregullator. Koshera australiane shërbeni gjithashtu si pikë reference për koloni të shëndetshme në kërkimin global. Ligjet e rrepta të biosigurisë, izolimi gjeografik dhe sistemet e shpejta të karantinës e kishin mbajtur merimangën jashtë për dekada. Deri në vitet 2010, Australia mbetej kontinenti i fundit i lirë nga Varroa. Ky status mbështeste industri kyçe bujqësore, përfshirë bajamet, makadamit dhe boronicat, të cilat varen shumë nga plenimi. Pas zbulimit fillestar, autoritetet nisën një përpjekje agresive për përmbajtje. U vendos një zonë zhdukje prej 10 kilometrash rreth portit. Lëvizja e koshereve u kufizua, kolonitë e infektuara u shkatruan dhe filloi një mbikëqyrje në shkallë të gjerë. Reagimi përfshinte ndjekjen e lëvizjeve të koshereve, hartëzimin e përhapjes së mundshme me GPS dhe inspektime të gjera. Ekipet hynin në prona me pajisje mbrojtëse, kontrollonin kornizat e shëmimit dhe eliminonin kolonitë e dyshuara për të parandaluar përhapjen. Fushatat e ndërgjegjësimit publik u aktivizuan shpejt dhe u lëshuan leje emergjente për shkatrimin e koshereve. Pavarësisht sigurimeve se situata ishte nën kontroll, zyrtarët e kuptuan seriozitetin e kërcënimit. Asnjë vend nuk ishte arritur të zhdukte me sukses Varroa destructor, pasi ajo ishte vendosur. Afërsia e portit me zonat komerciale të bletarisë, kopshtet urbane dhe zonat natyrore të ushqimit, rriti gjasa që paraziti tashmë ishte përhapur. Me kalimin e javëve, zbulimet të reja e konfirmuan këtë shqetësim. Zona infektuar u zgjerua në rajone bregdetare dhe bujqësore të brendshme. Ajo që nisi si një rast i izoluar, u zhdërua në një shpërthim të gjerë dhe të vështirë për tu kontrolluar. Varroa destructor, megjithse pothuajse e padukshme për syrin e lirë, është një nga parazitët më të rrezikshëm për bletët. Me origjinë nga Azia, ajo bashkëjetonte fillimisht me bletën lindore, e cila zhvilloi mbrojtje ndaj saj. Megjithatë, lëvizja globale e bletëve perëndimore krijoi një pritës të ri pa rezistencë natyrore. Merimanga ushqehet me indet yndyrore dhe lëngjet trupore të bletëve të rritura dhe larvave, duke dobësuar sistemin e tyre imunitar dhe duke i ekspozuar ndaj viruseve. Një nga më të dëmshmit është virusi i krave të deformuar, i cili i bën bletët të paafta për të fluturuar ose funksionuar në koshere. Me përhapjen e infeksionit, kolonit bien me shpejtësi. Bletët u mbasin aftësinë për të mbledhur ushqim, për të mbrojtur koshere dhe për të kujdesur për pjellën. Investimet përhapen shpejt dhe shpesh dalin jashtë kontrollit brenda javësh. Pa trajtim, një koloni mund të shembet brenda një sezoni, ose brenda 2 deri në 3 viteve në klima të buta. Ndikimi shkon përtej bletëve. Humbja e plenuesve
kërcënon sistemet bujqësore në tërësi. Në shumë rajone, bletarët komercial mbështeten në trajtime kimike për të menaxhuar infestimet. Megjithatë, humbjet mbeten të konsiderueshme. Shpërthimi në Australi shkaktoi një nga reagimet më intensive të biosigurisë në historinë e saj bujqësore. Megjithatë, Merimanga u përhap shpejt dhe shpesh pa u vënë re. Bletarët kishin lëvizur tashmë kosheret në rajone të ndryshme për plenim dhe disa koloni ishin shitur ose ndarë para se kërcënimi të bëhej publik. Si rezultat, masat e përmbajtjes u tejkaluan shpejt. Biologjia e parazitit e bëri zbulimin edhe më të vështirë. Varroa riprodhohet brenda qelizave të mbyllura të pjellës, duke mbetur e fshehtë gjatë inspektimeve rutinë. Simptomat e dukshme shfaqen vetëm pas infektimi është përhapur ndjeshëm, kur ndërhyrja bëhet shumë më e vështirë. Kushtet mjedisore gjithashtu përshpejtuan përhapjen. Klima e ngrohtë e Australisë dhe sezonet e gjata të lulëzimit i mbajtën bletët aktive për pjesën më të madhe të vitit, duke krijuar mundësi të vazhdueshme për riprodhim. Deri në fund të vitit 2022, zonat e infektuara ishin zgjeruar shumë përtej pikës fillestare. Zonat e përmbajtjes u kthyen në zona të mëdha dhe të fragmentuara, ndërsa ekipet e mbikëqyrjes e kishin të vështirë të përballonin ritmin e rasteve të reja, pa lidhje të qarta me shpërthimin fillestar. Situata u përkeqësua kur tufat e egra dhe kolonitë e pakontrolluara u zhduruan në burime të lëvizshme infeksioni. Ndryshe nga kosheret e menaxhuara, këto nuk mund të gjërmoheshin, trajtoheshin apo izoloheshin, duke i dhënë Varroa destructor mundësinë të përhapi në natyrë. Në këtë pikë, përmbajtja nuk ishte më realiste dhe fokusi kaloi nga ndalimi i përhapjes te përballimi i saj. Deri në mesin e vitit 2023, reagimi i Australisë ishte kthyer në një nga operacionet më të kushtueshme të kontrollit të dëmtuesve në historinë e saj bujqësore, me rreth 100 deri në 130 milion dollar australian të alokuara për zhdukje. Strategjia ishte drejt për drejt. Identifikimi, izolimi dhe shkatrimi i të gjitha koshereve të infektuara brenda zonave të përcaktuara. Deri në korrik 2023, rreth 30.000 koshere ishin eliminuar. Në disa raste, bletarit të tëra u shkatruan brenda një dite. Bletarët u detyruan të azgjësonin kolonit, të digjnin pajisjet dhe të ndalonin aktivitetin. Reagimi krijoi tension të madh. Disa bletar bashkëpunuan, ndërsa të tjerë kundërshtuan, duke argumentuar se zhdukja kishte dështuar dhe se shkatrimi i kolonive të shëndetshme ishte i panevojshëm. Ndikimi ekonomik ishte i rëndë. Industria e mjaltit në Australi, me një vlerë mbi 150 milion dollar në vit, u ngadalsua ndjeshëm. Më shqetësuese ishte ndërprerja e shërbimeve të plenimit, duke prekur kultura si bajamet, boronicat dhe mollët. Sezoni bajameve në vitin 2023 u përball me vështirësi të mëdha për shkak të mungesës së koshereve, kufizimeve të transportit dhe pasigurisë rreth rregullave të biosigurisë. Bletarët dhe fermerët u vendosën nën presion nga masat e përmbajtjes dhe kërkesat tregtare. Sigurimet nuk mbulonin humbjet nga shkatrimi i bletëve, ndërsa programet e kompensimit shpesh vonoheshin ose ishin të paqëndrueshme. U shfaqën protesta, veçanërisht nga bletarët e vegjël dhe amator që humbën pjesën më të madhe ose të gjitha kosheret e tyre. Për shumë prej tyre, humbja nuk ishte vetëm ekonomike, por prekte identitetin dhe mënyrën e jetesës. U rritën raportimet për stres, ankth dhe depresion, sidomos në komunitetet rurale. Në të njëjtën kohë, autoritetet filluan të pranojnë se zhdukja nuk ishte më e arritshme. Pavarësisht fondeve dhe përpjekjeve të mëdha, linjat e përmbajtjes vazhdonin të dështonin. Deri në shtator të 2023-shit, situata u bë e qartë. Varroa destructor ishte përhapur përtej kontrollit. Qeveria e New South Wales braktisi zyrtarisht strategjinë e zhdukjes dhe kaloi në menaxhim afatgjat. Ky ishte një moment vendimtar. Australia ju bashkua vendeve të tjera, duke u përshtatur me praninë e Varroas
në vend që të përpiqej ta eliminonte. Fokusi kaloi te menaxhimi integruar i dëmtuesve. Bletarët u trajtuan të monitoronin nivelet e merimangave, të përdornin trajtime dhe të ndryshonin praktikat e menaxhimit të koshereve. U zhvilluan fushata edukimi, trajnime dhe programe mbështetëse teknike. U lejuan trajtime kimike në rregulla të rrepta dhe industria filloi të përshtatej me një realitet të ri. Ky tranzicion kishte kosto. Shumë bletar amator u larguan nga sektori, të paaft ose të papërgatitur për të përballuar kërkesat e vazhdueshme të kontrollit të varroas. Megjithatë, përshtatja solli edhe zhvillime të papritura. Disa koloni filluan të shfaqnin rezistencë natyrore. U vënë re sjellje si pastrimi më aktiv i merimangave nga njëra tjetra dhe largimi i pjellës së infektuar para se paraziti të riprodhohej. Këto mekanizma, të njohura si higjiena e ndjeshme ndaj varroas dhe sjellja e pastrimit, janë forma të njohura rezistence. U krijuan programe shëmimi për të identifikuar dhe përhapur mbretëresha nga koloni më rezistente. Edhe pse këto blet nuk janë imune, ato treguan mbjetesë më të mirë me kalimin e kohës. Bletët vendase australiane luajtën gjithashtu një rol mbështetës. Ato nuk prodhojnë mjalt në shkallë tregtare, por kontribuojnë në plenim dhe nuk preken nga varroa. Me luhatjen e popullatave të bletëve të menaxhuara, disa fermerë filluan të mbështeten më shumë të këta plenues vendas, duke forcuar qëndrueshmërinë bujqësore. Kërkimi shkencor u zgjerua për të përfshirë zgjedhje biologjike, si ndërhyrja RNA, probiotikët dhe metodat të tjera kontrolli, megjithse shumica mbeten ende në fazë eksperimentale. Ndryshimi ishte si praktik ashtu edhe konceptual, duke kaluar nga zhdukja te bashkëjetesa. Deri në mesin e vitit 2024, një vit pas këtij ndryshimi, rezultatet u bën të dukshme. Edhe pse varroa destructor mbeti i pranishëm, skenari më i keq nuk u realizua. Shumë bletar arritën të menaxhonin nivelet e merimangave përmes monitorimit të rregullt dhe trajtimeve. Humbjet e kolonive betën më të larta se më parë, por më të ulta se sa ishte parashikuar. Shërbimet e plenimit rifilluan me disa përshtatje. Sezoni i bajameve në vitin 2024 u zhvillua me më pak koshere, por më të mirë menaxhuara, ndërsa bashkëpunimi mes fermerëve dhe bletarëve u rrit. Industria përshtat shpejt. Operatorët komercial adoptuan protokolle të reja, përmirësuan aftësitë teknike dhe forcuan bashkëpunimin me studiuesit. Programet e shëmimit të mbretëreshave u zgjeruan, duke u fokusuar në tiparet rezistente. Ndërkohë, ndërgjegjësimi publik u rrit dhe iniciativat komunitare promovuan mjedise miqësore për plenuesit dhe reduktimin e pesticideve. Deri në mesin e vitit 2025, Australia hyrë në një fazë të re të përqendruar te qëndrueshmëria. Disa shtete prezantuan sisteme në kohë reale për ndjekjen e merimangave, duke u lejuar bletarëve të regjistrojnë nivelet e infektimit, trajtimet dhe gjendjen e koshereve. Këto të dhëna ndihmojnë monitorimin kombëtar dhe përmirësojnë parashikimin e përhapjes. Kërkimi vazhdoi të avancojë, përfshirë testet fillestare të probiotikëve për forcimin e imunitetit të bletëve kundër viruseve të lidhura me varroan, si virusi i krave të deformuar. Bletaria urbane u zgjerua në qytete si Sydney dhe Melbourne, ku burimet e larmishme të ushqimit dhe ekspozimi më i ulët ndaj pesticideve ndihmuan në performancë më të mirë të kolonive. Këto koloni urbane po përdoren tashmë në programe shëmimi që synojnë rritjen e rezistencës gjenetike. Ajo që nisi si krizë është dëruar në një fazë përshtatje dhe inovacioni. Australia nuk e eliminoi dot varroa destructor, po zhvilloi strategji për ta menaxhuar. Kjo përvojë po ndikon në qasjet globale ndaj bletarisë dhe tregon se si sistemet bujqësore mund të përshtaten ndaj kërcënimeve të vazhdueshme biologjike. Abonohuni në kanalin ton duke klikuar butonin subscribe së bashku me butonin e zilës për të parë më shumë video të tilla. Faleminderit për shikimin.